Të gjithë falenderimet më të sinqerta i takon Allahut të madhëruar, selamat e përzemta ja dërgoj Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të dashur, shokëve të tij besnik dhe fisnik, dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtar, jemi tek tema që është një vlerë prej vlerave më të mëdha, madje e konsideroj vlera numër 1 pas imanit, ajo është as-sidqi, vërtetësia, përnjëmësia. Sa e kemi ne për një me kapitalin më të madh tonin, e që është imani dhe besimi. Me sasaj që të rëgova që është bizniset, që sa jemi serios të bizniset tonë, të profesioni jonë, të fusha jonë, e të feja jonë me të pyetja sa e kena përdimena, sa e kemi konsiderat, pastaj të rëgohet edhe ja për një mendësia. Një gjë që du të përmeni, ose ne përme jemi të ullzuar, kemi fillu elhamdulillah drejtojmë rrugën e Allahut, ka xhamia, ka namazi, mirë po disa mendojnë se fillimi i kësaj me këta mbaron ngjarja. Jo, përkundrazi. Fundi, përfundimi, me si do vdesim, epilogi, ajo na tregon se çatere ajo është e rëndësishme, jo fillimi. Sa ka pas në fillim para neve, sot nuk kemi në mesin tonë. Madje ka pas për atyre që kanë qenë shkaktar për udhëzimin tonë, me keqardhje nuk i kemi. Pse? Se poenta nuk është me numër, po perifush kur qëndron. Kush qëndron stoik. Një fjalë që më kalon për shtypje është një fjalë një dietarit të madh që e ka thënë, që quhet Ma'ruf al-Kerhi, do ta regjistroj me mendjen time dhe ndoshta inshallah don Zoti nuk zbehet nga mendja, e ka thënë sa njerëz të shumt ka të udhëzuar, por se të pak janë në mesin e tyre që i kanë për një me. Edhe njerë, sa njerëz të shumt nga pamja janë të drejtuar dhe të udhëzuar, mirë por në fakt pak prej tyre janë të për një me që e kanë. O qalilu min ibadi ash-shakur, edhe kjo korrespondon me ajetin kuranor, pak janë nga robët e Zotit që janë falendërues. Plot kemi ama, janë xhami, sa musliman ka këtë qytet, sa e falendrojnë Zotin, përqindje vogël. Po zekatin, mos flasim. Po për haxhin, sfidë më e madhe. Po në mejdane tjera, ama në mejdanin me Zotin, sa janë për një pikpyetje e madhe. Pse? Se në turm ne shohim shumë njerëz që janë të udhëzuar. Kur vjen si grumull, ke të udhëzuar. Edhe na çështë kena përshtypjen. Mi po disa njerëz i kemi në mesin ton për shkak i kalon përshtypja e islamit, simpatia, dikush është lodh, është konsumu nga kjo dynja, nga kjo gjahilet. Madje dikush prej tyre ka do me ndrumo stilin e jetës, nuk shka me kështu. Ajë ta shikoj me këta të udhëzuar. Të pak tjera ata të cilët e kanë, për një me dikush e ka me etapa, sezonave, e shenë në Ramazan, mas Ramazan 12 muaj më, nuk ja shef tyre. E kështu me rall. Mi po ki buri madh, ki psikologi, ki kështu i pashku më thoda, të pak të kanë për një me. Se që e ka për një me, e shenë gjdo sezon, në gjdo stin, në gjdo kohë, në gjdo rethan, në gjdo citat. Ai nuk mungon. Nga sa shumë, e ka për një me e ka. Shikoj punëtori që e ka për një me shefin e vetë. Nuk mungon. Madje dhe shefi, kur nuk është gënjit ndaj, kur kupton se ka me seriozitet, këtë ju muri më smartë, a i sot vjen të une. Ama është 2 maj, ama mund ka thonë do vi, se ka testu. E vëllezër, sa i na për një me, kjo është një pikpyetje madhe. Du një sel me nënvizu që është, imagjinoj në përditshmërinë tonë. E bëjmë një krasim, një paralele me krijuesin tonë. A ndodh të na për shembull. Imagjinoj marr dikush po ta bën një buzëqeshje ty, një falc buzëqeshje. A di si iritoshte? A di si në çmim me ban? Edhe shka i thu? Kja, tallet me neva. Ose ti kini shoqëri të mirë, dikush do të integrohet shoqërinë tënde.
edhe ti kupton se ki se ka për një me. Çka ban ti? Me bordin ban ngushtë, çmos ban me largu ata. Pse? Ky s'ka vetena, ky s'ka kalibri jon, nuk ka natyra jon. Edhe çka ban? Ti nuk e duron, refuzon. Po Zoti pinart kur na shikon neve, që se kena për një me. A ka drejt me thonë Allahu? Ky çka ban ky? Sigur që me disa transmetime, Allahu pinart kur i shikon robin që nuk e ka për një me, e ka fac, i thot me laçeve. Undhuru ja me laiketi, o me laçet e mia. Shikoni ki, ato batallë me mua, ose në gjuhën e popullit, kja film të bo me mua. Po dikush me bo film me neve, çka? Ne e debojmë edhe kur mo, nuk e hapmi shansën më këthi. Edhe Allah i madhëruar disa njerëz i devion dhe i dobon, a di pse? Sa ta futën të obori Zotit, edhe se kam për një me. Edhe normal sa Allah i dhruat. Sikur që na i dhrum, ja po? Ti të rëgosh lojal, i sinqert, a i ma shpine, ban film, ban. O vlezër, kjo disa është e dhimbshme kjo. Kjo është aq e dhimbshme, sa që unë për veti ka njerë thamë, o Zot, si e kena marrë këtë mision me përgjithësi të madhe, se ti se do dolmi para Allahut. Po alam shprej se Allahut, janë disa lutje ka njerë kur lexoj kalife, sikur se më ngushëllojnë, e kanë thonë disa drejtarë të selefit, ata asë nuk i ngjasojmi, po munona mu fut kind se ka bishti i fundit atyre, e ka bë një lutje duke thënë, Allahume, la tuamilna bima nahnu fi, o Zot, mos se trego me neve, mos u sjell me neve për shkak punëve tonë që e kena, po sjedhu matë mëshirën dhe atë dignitetin që ka i ki. Ose gjuhën e popullit thotë, o Zot, me drejtsinë ta, o Zot, me mëshirën tane, jo me drejtsinë tane se na kërkon se meritojna. A ka pas burra të mirë? Ka pas burra të mirë që kanë qenë sinqert. Nuk na shpëton në dynjë për gjunave, për krizave, për telasheve, e për smundjeve që i kena bashkore, vetëm se kur ta kena për një me. E këto e ka dëshmu dhe në dynjë disa njerëz. Dy do të përmi kalimfi, ndoshta marr kohë po kërkoj njes, po jam i detyruar patjetër le të shërbej si model. Njëri prej tyre është Ka'b ibn Maliki, e kam treguar në historinë e këtij sahabiut, mirë por nuk do ndona vetëm aty kur ka qenë ky i cili mungoi me një luftë prej luftëve. Edhe kur mungoi shkuan këtë në luftë, ky me një 3 shok munguan. Edhe ky thotë interesant, si mungova? Kur kthehet pejgamberi sallallahu kthehet, ato munafikat filluan me kriju ato rrejnë, ato të narrativat, e Rasulullah nuk erëm luft, e kam pas nënën e sëmur, kam pas këtë pretekst, si kur së ndodh prej neve, kur bëjmë të gjuna, jemi të gudzim shumë, edhe far gudzimi marmi, me arcetu gabimit. Jo me thuj, kam bo gabim, bëj drejt, bëj me një thyrë, kam bo gabim, Zoti ma falë, të falet gjysa pastaj përmisoja. Amba ti, ta justifikojsh vetet, jo ne po ta këtë arsyen, dhe Allah penguva kjo, kja e filon, jo. Edhe ky, këtë që këshin me rejtë Resulullon, ky tha, jo, unë jam vendos mi të rëgu drejt pejgamberit, sit, i vërtet, zdu me rejtë. Edhe pse thot une, kam pas mjeshtrijen me kalkulu, me ndreq, me artikulu. I tha që Resulullah, unë ati që kam mungu, kam pas arsije. Kur s'kam qenë më i pregatitur, më i gatshëm, ta që kam pas 2 kafsha, krasim me luftë të tjera, me arë, me ketë, po nuk e di së erdha. Tha, largoju, kam më të shpëtu që kjo për një mendësia. Edhe për me, se gjarë është madhështore, është shumë dhimbshme, edhe brelënse, edhe në fund, e ka shpëtu këta, i ka thënë, ja Rasulullah, nuk më ka shpëtu, as pse u largova për gjunat, as për jasaj, as për kësaj, vetëm ndajt amenën, kam koni drejt me Zotin, nuk e rej Allahun. Edhe kam bobeje, prej sot e kësaj ditës, mas i më ka shpëtu këtë krizën më të madhe, su më ka turpëru, su më ka korit, i kam thënë e vlezët me, ju ndoll që ka ju ndoll, hupni që ka hupni, pasuri, kapital, gjithmonë funit vërtetën, e kjo është ngjarja që ka zbrit ajeti, ja ju ledhina amenu, o që keni besuar, ittaqullah, keni frikë Allahun, wa kunu ma sadikin, banu gjithmonë me të sinqertit. Edhe një rast tjetër e përmbylli, një person, sa e ka pranuar fejen, ala pa e pranuar fejen, ka dash me marr pjesë në luftë. I ka thënë ja Rasul, çka do të marr pjesë në luftë? Thotë, "Është musliman?" Jo, eja këtu, thotë, "Duhet të bëj një musliman shahadetin, pastaj merr pjesë në ibadete." E pranon fejen, merr pjesë në luftë, edhe përfundon një luftë e i dërguar Allahut nga protokolli i luftës ka qenë në fund të luftës, shaka grumbull plaçka luftës e ka shpërnda komandantit, udhëhecit, sipas nivelit ushtarëve, ja ka dhënë ka një hise, si merit. Kur i ka ardhur tek dhe këtij kanë dhënë. Edhe ky u ka bit. I thot kina, pse po ma jep ta? Thoshu pejgamberi ka nga protokolli i luftës. Ky ka menuar se kjo sikur materializëm, marcional, ki shkon në luftë po paguhet. Thot unë s'kam marrë me pranu fen për shka, unë kam pas që të bot kuptim.
Çfarë bëhet kuptimi? Me ardhët unë edhe për çetërsen. Ja Rasulullah, e thirr pejgamberin. Çka ke thot? Thot vallone s'ka marti me bë luftë edhe më shpenzu, kompenzush problem me diçka nga plaçka e luftës, pozicion, sigurisht se na shkojmë në luftë mas luftës, pastaj kemi mbarak krejt pozitat e shtetit mbi zotërum. E thot pse ke arti? Ka dëshmia shpalos. Thot ja Rasulullah, ka marrë që më mrosh gjeta këtu mua edhe des sinqerisht për Allahun, pa kurfar me marr plaçet luftës. E pejgamberi thot, in tesduq ila yasduqek. Nëse tregohesh i sinqert me Allahun, Allah i tregohet me ty sinqert. Ma merra, sa ka lu thot as disa minuta. Është bërë një përleshje tjetër me në betejë. Ka marr pjesë, edhe ja kanë sjellë Resulullah çiki njëjti me shiget, çaty ku e ka sinjalizu vetë me gisht. E thot pejgamberi, "E hua, a është ky që e tha atë fjalën më herët?" Bela ja Resulullah. Po i dërguar Allahit. Fa sadaqallahu, fa sadaqu. Ishte i sinqert me Allahun. Allahu tregoi sinqert me ata. Inshallah tregojmë sinqert me Allahun. Zoti na begatoft, na furnizoft me sinqeritet. Nuk ka sen që të shpëton, ilaç, melhem nga krizat e kësaj dunjas, sidomos errësirës e kësaj dunjas, që na ngushtohet ka njerëz zemra, e shpirti, e janë këto dinamikat e jetës. Tregoj sinqert, del faqe bardh, dunja edhe para Allahut. Zoti ju shpërbleft. Kërkoj ndjesë e zgata, e quli qawli hadha, wa astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.